një artistit nuk din me dallu as ditën as natën për faktin se ne kur shkojmë me fjet mendojmë receta. E kur çona natë dhe me thanë çona me mendimin që dhe me thanë mi vu në punë atë që ne kena menu. Dita jam e nis si një ditë një artisti që dhe me thanë nisem baj pazaret për ato receta që kam menu. Nisem për ta marrë ku është një rrugë e cila gjatë tanë rrugë si me thanë mu më sjellë frymëzim aq më shumë për pjatat. E realisht kur më rri këtu atëherë filloj direkt me para përgatitjet. E jam sa më i gatshëm që domethënë kur vin turistat jam sa më i gatshëm që mi prit mirë, këndshëm. Turistët nuk mungojnë në këtë zonë, si nga Shqipëria ashtu edhe të huaj. Ndoshta vetë promovimi që është bërë vitet të fundit ka sjell edhe interes për këtë zonë. I'm from Germany. And you're staying in Albania, right? That's right, the first time for me to stay in Albania. Do you like Tamara? Yes, it's nice. It's well done here and it's great. Yes, I suppose next year because the first time in Albania and it's fantastic. I like it. I will come back next year. Thank you. Thank you. Traditat ruhen ende të forta, ashtu si mikpritja që dukshëm nuk ka ndryshuar që në kohët më të hershme. Atë që e gjetën dikur udhëtarët e huaj, mund ta gjesh edhe sot mes banorëve të këtushëm. Mu më qojnë tëmë të nazi, jam 81 vjeç, jetën me kakën tonë, jetën punëtor, rrugash, minator, kam punuar në fermë, ka hena, por kështu që kam punuar minator, këta jetën kam punuar, jetën me minator. Edhe kam dalë 50 minator, 14 vjetë e gjysë në tokë. Po më kam hajtë zotish nejtën dhe ilaçen me pomba gjepjet e i prapë, u gjanë së shtepëm. Kështu që këj popull është dashamirës me një tjetën mikpres me taban. Këtu ka malësor që i trashëgojnë traditat qoftë pak apo shumë, në kohën kur në Kelmend ishin jo të pasur, gjithmonë miku shpritur. Domethënë, atë çfarë ka pasur shtëpia, ata e kanë ofruar për mikun që ka ardhur, sepse Kelmendi dihet që është një ndër zonat më mikpritëse dhe më dashamirëse. Gjithashtu, Kelmendasit njihen për një karakter mjaft të fortë. Ky popull është dashamirës me shkumen ma fukaras, nuk din me dalua me atë mësëgjinit. Nuk din, se barë thot, si a që ka po, se qka i të misepe. Ska në si sa ka e në shpihit, misër ka për në zote, thot. Nuk do me ditë gjohë se sa ka hitë, a sa ka djela, as dhe jesë, pasunjesë, misër për në zote, me të ashtë, këto e kemi shpihit. Nuk ka dajmë asë një me njaktëm. Ku do në Kelmen, këtë pritje kejë. Ska në vejme, edhe në kjo se kush nuk beson, hajde këtë dhe. Kush nuk beson, hajde pravoje një që nuk e një hiq. Pa njoftën hiq, pe i ka të vinë, se e shpijin, në kjo se të me se herë dhe në kryet. Edhe me bëmë se pas, është more për ne, me thonë kuj shkom. Me thonë dhejtën sot ka në tonë. Si erë koha e tek erë koha, nuk jam gjeni me shpikbon ashtu si e ka në të shkenstarët, por si do mos të shpohi, u qëtë koha veshë ma të kanë, në atë kohë mugote. Sot ka da rrugë makinës e banë prej shkote këtu i ditë, e kryet tona punë dhe shpis, e del me i pagë, jo të këllojt që na shkem rroga, po e banë. Ky popull ka nevojë shumë për punë, me gjithë punë, llogaria që pan popullin, jo shteti, të lumë shteti. Ai në shtet që kanë, për shembull, tu kem pas minirën,
me një argjil që bën pjata, bën me për forës, mos me plas, me derë që likun për makine probleme, on kanë umë, s'ka thë vlerë, po dje patë pëse nuk ka sot. Se që po është mirë, që të ashtë këtu, nuk mund pësitë si ishte, se me bëmë e pa po si ishte si në sot, antalë si dita e nota. Tash, me thonë si ishte, unë nuk kam si me ta spikua këtë, ishte tonë gropa, tonë plumë, tonë ashesajt, ka kënë tonë gurë. Unë nuk pa thonë, po letë flasë kur s'donë, mu më njohin, si minator. Unë sam që banë vesh minator. Një sajt kam banë 2000 plasë, jetu e ka lesh levnadi që është, që ka kënë atena në shkollë. 2000 plasë, me mina kam banë e sajt më seqatë kënë, edhe me shequa gurët. I kam bërë me shkollë, i thënë ka një vlesh levnarë që janë kanë drejtë shkollët. Shkollët të sa për me punë. Nuk kanë si se unë dhe tjerë kanë bënë plasë këtu, dhe tjerë kanë punu këtu, jo që. Po e kam thonë që këtu janë pa, këtu ka kanë tonë shkrep, a sheshua, u bon edhe turizmi vjen vetëm me pa zonën edhe këtu, si shihet vetë, e të gjegjeru, erë në restorantet mira. Duke i dhënë hovë zonës e duke përdorur me shumë mjeshtëri produktet e zonës, nxa malësie si njërisi për zonën si gatime mjaft të shijshme. Të marrë parasysh se gatimet tradicionale në të vërtet kanë shumë bardhin shumë unyrna dhe shumë brumna. Atëherë dhe me thanë unë kam menu që kuzhinën tradicionale të sjellin në mënyrën internacionale, që njerëzit tanë këtë bukurinë natyrore që shijojnë jashtë, kur të vinë mend dhe të shohin edhe gatimet, t'jenë sa ma fine, por t'jenë sa ma shije dhe shija t'jetë sa ma tradicionale. Produktit që unë përdori kryesisht janë dhe me thanë zonës, por ka disa produkte që realisht unë i marrë në për disa katune zonës, për faktin sepse jo në çdo zonë dhe me thanë rritet çdo bim aja që na duhet. E për të njohur disa nga gatimet, hymë në restoran dhe zhvendosemi në pjesën e kuzhinës për të mësuar disa gatime që vërtet identifikojnë zonën e Tamarës. Ndodhemi në ambientet e nxa malësie këtu në Tamarë dhe ndodhem pikërisht me shefin e kuzhinës edhe iniciatorin e këtij restoranti, Sergio Guri. Sergio, përshëndetje, faleminderit që na mirëpritës këtu. E faleminderit për ju, realisht, edhin se është kënaqësi shumë më e madhe për mua, për faktin se po e promovojmë sa më tepër. Shumë bukur sepse është edhe një zonë që vërtet ja vlen të vizitohet. Dhe çfarë do na gatuash për ne, sepse ne duam gjëra tradicionale të Tamarës? Atëherë, ashtu si që thome edhe më parë dhe me thanë, unë e sjalli kuzhinën tradicionale edhe në mënyrën internacionale. Do të përgatisim bashk një pet me miell kallamoqit ose misrit, ta shujtun, cila do të shoqënohet me djathë, dhijet edhe reçel fiku të bëmë këtu. E mrapa do t'jetë mishi i gicit, janë pjesë zbërjet të gicit, cilat janë në një marinatur për 12 orë me mazë tamlit. Kena dhe troftën e egër e cila është e marinume me purrë dhe mazë, po ashtu dheja. Dhe mrapa do të gatujmë edhe amelcinën tonë, cilën e kena specialitetin, po thujse. Pra do shijojmë dhe do mësojmë se si gatuhen në një farë mënyre këto receta me bazë peshku dhe mishi. Tani nga të fillojmë? Atëherë, si fillim do të fillojmë me realizimin e pecë, me bazë miell misrit, vezë, krip dhe pak ujë. Në fillim? Në fillim marrim mielin,
si paka shumë ne që hasimi çdo ditë dhe me thanë me këtë punë, paka shumë e shohim si thojmë ne me sy. Se sa Jeni mësuar edhe është bërë një rutinë dite tash. Është bërë një rutinë mash. Marrim dhe shtojmë dhe pak vezë. Vezët janë për faktin se ka një rol që me sjell atë butësinë të shujtun. Kurse pjesa e ujit sjell pjesën krokante. Është përsëri mia. Dhe bashkimi i millit misrit me vezën, dhe me thanë sjellin atë krokanten për jashta dhe butësinë për brenda. Pastaj çfarë do shtojmë? Në fund edhe pak kryp, sepse kjo është një recetë e moçme që është shujt petat në saç ose kulaçin saç është shujt atëherë. Ku i kam mësuar Sergio këto receta? Realisht kur e ke me pasion gjithmonë rrin kërkimin e të vjetrës, por me sjell mënyrën e re, jo gjithmonë dhe me thanë kërkimin e të re, sepse të reja dhe me thanë pothuajse i shohim për çdo ditë. Atëherë që na metet me pa të vjetra dhe me sjell sa më bukur dhe sa më këndshme, aq më tepër me sjell dhe impaktin tek njerëzit, sepse pothuajse këto shije janë gati të harrume. Dhe kur ne sjellim të shije, dhe me thënë është satisfaksion për. Dhe është bukur në fakt të vish në Tamar, në një zonë të tillë dhe të provosh gatime që i përkasin zonën, sepse për të bërë gatime tradicionale të kthyera në internacionale ashtu siç do ti, ka shumë art brenda, ndërsa për sjell gatime moderne është shumë e thjeshtë. Eksakt. Edhe unë dhe me thënë për këtë po luftoj. Që dhe me thënë njerëzve, klientave, kërësisht miu sjell shijet e vjetra, sepse mos të hupin se satisfaksioni këtu met kur sjell një rinovim. Atëherë këto do të vazhdojmë dhe me thënë me pjekjen e tyne në saç. Bëjmë kulaçat, që kur të vazhdojnë pjekja atyne, dhe me thanë ne mos të marrim kohë shumë me pjekjen e këtyne, por të vazhdojmë me pjatën e dytë. Lymë saqin me të lynë 10, ose dikur se ky mbart edhe emrin kaki. Mas një pjeket dhe me thanë shpejt, sepse milli misrit e ka kohën shumë shpejt dhe me thanë pjekje. Mas pjekjes pec kulaçin kaki, ky gjithmonë dhe me thanë është shnu me djathu me rrecin. Por fakti që ne po sjellim në njërsi, bëjmë shijet bashkë, me sjell edhe tamlin, edhe taftën, edhe të krypunin bashkë. Atje unë kam zgjall këtu kavanozat e vegjël, që njerëzit sa po tulen, dhe me thanë shohin që në vërtet ka shije të vjetra, por të sjelluna në një mënyrë. Pra dhe dekorimi pjatës ka atë artin në vetvete dhe sjell këtë kërshien e kripër me të ëmbël së bashku. Dhe kjo është si një pjatë mirëseardhje. Eksakt, kjo është mirëseardhja dhe me thanë restorantin tonë. Kjo zonë është një perlë natyrës ku harmonizohen tradicionalja me bashkëoren, pasuria natyrës me punën e njerëzve, për ta transformuar zonën në një mundësi zhvillimi mbështetur tek turizmi. Sot Tamara ka një shëtitore të re, e shtrirë në 5.000 m2 për gjatë lumit Cem. Është bërë konstruksioni i qative dhe është bërë i veshja fasadave të ndërtesave në qendër, si dhe është bërë mbjellja pemëve përreth shëtitores. Por krahas investimeve nuk duhet ndalur me aq. Tamar është një zonë që ashtu si çdo pikë tjetër turistike ka nevojë për një promovim të vazhdueshëm. E parë nga persona që e prekin çdo ditë një situatë të tillë, ka mjaftueshëm pjesë ku mund të përmirësohet për të arritur më shumë vlerat dhe bukurinë që kjo zonë mbart.
përsa i përket promovimit zonës, tham që këtu mungon një pikë, ose le të themi ma mirë 2 pika, që është informacioni që tjetë sa më i paraqitshëm, tjetë sa më i dukshëm për njerëzit, dhe e dyta është një dyqan që ka gjana artizanale, gjatë që i mungon njerëzve, e cilën pyesin, a ka një qylym, a ka një qyp, a ka një lahut, pra gjana që do të sjellshin satisfaksion të njerëzit, po t'i gjeshin dhe me thanë. Përsa e përket restoranteve tjera dhe me thanë nuk është se ju mungon diçka që, po thuj se gjithë jemi të rregull që me thanë në shërbim. Të shkosh në Tamar nuk ke se si të mos provosh troftën e egër të lumit Sem, me një shije mjaft të veçantë, por sigurisht e veçanta e qëndron edhe tek mënyra e gatimit, duke kombinuar tradicionalen me modernen për të sjellë diçka unike. Dhe tani çfarë do gatuajmë? Tashi vazhdojmë dhe me thanë me përgatitjen e troftë segër, e cila realisht është produkti kryesor, po thuj se për faktin sepse trofta e egër është produkti i cili përflitet më shumë edhe sjell shijet më unike. E në të vërtet nëse i bën edhe një përgatitje, një marinim të saktë, është dhe me thanë, po thuj se një lojë me klientin cilin dhe me thanë, thot, qa ka mrena. Para cili është sekreti i shijes, le të themi. Eksakt. Me çfarë është e marinuar? Atëherë, marinimin e kësaj ne e kena ba me mas tamlit, me pak lang turshish dhe me purri. Langu i turshive dhe me thanë dhe maza tamlit sjell kremozitetin tek trofta, e langu i turshive nikon tek marinimi. E purrit dhe me thanë për shijen, aromatizimin. Sa ka qëndruar? Ky ka qëndruar realisht për rreth 3 orë në frigorifer në temperaturë 2 gradë. Për faktin sepse don fresk, që dhe me thanë marinimi tjetë sa ma i saktë. Këtu kina vu një fultere dhe me thanë që alti anderente që nuk krijon njëjtje dhe hedhim pak lym dhish dhe në një temperaturë shumë të lartë për faktin që mos me kriju një pjekje të mrenshme krejt sa dhe me thanë një faqe. Aq të bukur, aq edhe përgatitje të saktë. Tash i vazhdojmë me përgatitjen e trofës. Kjo është një flambe flakë e cila krijohet për faktin sepse mënyra është përcjellësi i temperaturës kryesore. Ka aciditetet mrena, alkoolnat dhe aromat e duhura. E pigun, pasi ka marrë dhe me tha një temperaturë veden, duhur, dhe si që shifni fillon në krijimin e një faqe jashtme, që krijon si një rreshk. Dhe përmenda është në pjekjen e saj të saktë. Tesh mas përgatitjes trofës ne vazhdojmë me montimin e saj në pjatë, e cila nuk do një montim shumë të madh ose një përzimje shumë madh produktesh, cilat e shoqënojnë për faktin se nuk duhet kur ngatru shijet unike. Edhe me çfarë e shoqënojnë? Realisht u kthena tek tradita, që gjithmonë hashi një qep, një omb ose një hudër, jo dhe me thanë me shije të ndryshme, që mos me lujt dinamizmin që ka vetë trofta në shije. Pra për të ruajtur edhe shijen e troftës. Eksakt. Edhe rregullimi i pjatës, dekorimi me saktë i pjatës kërkon një art në vete. Normalisht, sepse sa ma fine t'jetë në pjatë, aq ma relax, aq ma qetësi, ka me ulluru dhe klienti gjithmonë dhe me thanë momentin që hinë këtë dyrë. Në
Në realitetin e sotëm nuk mund të kuptohet zhvillimi i turizmit pa një infrastrukturë rrugore optimale dhe investime të tjera të infrastrukturës parësore. E kështu fal investimit në rrugën drejt Tamarës, jepet një mundësi e mirë që në një zonë të tillë turistike të frekuentohet jo vetëm gjatë periudhës së pranverës dhe verës, por frekuentimi i kësaj zone gjatë gjithë vitit, duket sikur akoma nuk ka marrë ndërgjegjësimin e duhur. E gjoja kryesore që realisht i trem njerëzit është për faktin se kryesisht të rinia në kohën e dimnit dalin edhe bajnë fotot e vendi jashtë quajtur në balkonin e verit, i cila është në pikën më të lartë që është Rapsha. Dhe aty fillojnë dilemat e njerëzve. A do të ketë shi, a do të ketë borë, a do të ketë akull, shitje rrugë, xhana. Por në vërtet nuk është se qëndron ashtu për faktin se Tamara ka një klimë pothuajse si Shkodrës. Dhe unë ju sugjeroj njerëzve që dhe me thanë, mos ta marrin me mërzi, se në momentin që e merr me mërzi që sa larg, sepse në të vërtet një orë një qerek është nga Shkodra. E në momentin që e merr me idenë sa larg, sa keq, sa kështu, sa ashtu, realisht nuk e shijojnë, por në vërtet po ta shifsh me një sy tjetër është panoramike. Është një rrugë që dhe me thanë çdo hap, çdo rrugë, çdo kilometër që të bash dhuron dhe me thanë çdo një emocion ndryshe, sepse shef ngjyra ndryshe, shef vendet ndryshe, nalcinat ndryshe, çdo gjë dhe me thanë besoj që jep një atraksion të njerëzit. Ndërkohë, e bukuria të investuarit në Tamar nuk mund të ndajë nga vetvetja disa gatime tradicionale që identifikojnë edhe të kaluaren e popullit Kelmendas. Jena të përgatit një recet shumë të vjetër që është djath i zim, i cili përgatitet me djath njom, me miell kallamoqit dhe të lynë. E kena lanë pak ma parë për faktin sepse do një kod veten dhe shërbejmë në një tas artizanal, i punuar në mënyrë artizane. E mundimi i kësaj pjatet është krejt i thjesht për faktin sepse edhe vetë receta është krejt e thjesht. Me të vërtet në bartë shumë mënyrë, Por është e shijshme. por realisht ka shije unike. Dhe po thuj se është një recet cilën dhe me thanë klientat sa po vinë në restorant, thënë a ka djatëzim. E kjo ishte dikur një recet që ma shumë edhe të ngopte për faktin se të mbartë ka shumë mënyrë ulshin tanë me një copë bukë dhe ungishin e vazhdoshin atë rrugën e në mal e punët e në mal. Dhe tani çfarë do na gatuar, sepse unë pyeta më përpara Sergjo çfarë do gatuajmë dhe unë nuk po gatuaj asgjë në fakt, po mësoj pak nga ty këto receta. Tani është ralla që të na gatuash. Tesh do të gatuim mishin, janë brit e gicit, Po. të marinume me mazën e tamlit. Si bëhet përgatitja? Atë përgatitja e saj bëhet si fillim në tigan, një faqe e mrapa aromatizohet në pjesën e prushit. Tek prushi kena një anë aty të vjetër dhe me thanë që e aromatizojme, vejmë si përsaj mas një kalimin tigan dhe aromatizojme edhe me tymin e drojve. Dhe tani do e shohim se si bëhet. E lojmë deri sa tiganit marrë një ngrohje të pak në rreth 80 gradë Celsius, që në momentin që të vejmë mishin vazhdojnë direkt përgatitja e tij. Kujdesna që mos i prish atë formën, për faktin se
i kena realizu dhe pse prit gicit i kena realizu në formën e një qofte. Që me realizu një aromatizim sa më të kanë që më përdorim shërbelen e cila është e zonës, vejmë dhe një endë sipër, saj, e të që vejmë edhe mishin për pjesën e aromatizimit. Dhe kështu mishi e merr edhe aromën e shërbelit. Patjetër. Atëherë, tesh mas aromatizimit, mishit procesit aromatizimit, tesh vazhdoj me montimin e tij në pjatë. Dhe me çfarë do e shoqënojmë? E realisht, ashtu siç këshillohet gjithmonë me mishnat, pothuajse këshillohet zërzavadet. Për faktin sepse edhe ndihmon në metabolizmin e njerit edhe kombinojnë shumë shijet e njëna tjetrës. Si shihet ka edhe pak pjesë dhjamit për faktin sepse janë brit. Tu kena edhe panxarin, cilit i kena dhënë një zimje, saqi edhe muzi edhe me pjesën e krokantes. Pjata është shumë e bukur. Faleminderit. E kush më mirë se një banori Tamarës mund të flasë më mirë për popullin e Kelmendit, të dashur dhe mikpritës me njëri tjetrin, ama ndër vite historia ka treguar se kanë ditur të dalin për zot trojeve të tyre. Populli i Kelmenit, kryesisht, është popull zonë e thellë malore, por jo e thellë me njerëz të pakuptueshëm. A zonë e thellë malore me thepise të shkamit natyral, ngërqëror të papam të quam lartë për pjetë. Por, ky popull, vazhdimisht ka keni popull butë, me njëni tjetrin. Popull butë me njëni tjetrin. Por kur ka puna me të nua kush, nga 10 vetë, ky popull ka luftu ton jetën. Pas ka luftu me njëri tjetrin. Na jemi popull më i butë që mundet me kenë se nuk rritën a vëlla me vëlla, na njëri me tjetrin kemi shumë pak vrasje. Por këtë popull, kur e kanë sy, jo tonë Justavt, se janë popull mirë, po ajo klika që do të me shkatru me djegë herselcen, kanë një 800 vjetë, s'kanë vetë me dalë mbarë mua prej tyna. Pa i popull i vogël, u zunë i pritat dhe i dërzohë, si tradit. E për ta ëmbëlsuar qëndrimin tonë në Tamar, shijuam edhe një ëmbëlsirë të përgatitur nga Sergjo që është shumë interesante dhe mjaft e shijshme. Tani është momenti i ëmbëlsirës që kushdo që vjen këtu në restorantin tënd e di që atë ëmbëlsirë do e gjejmë patjetër, por si e ka emrin kjo ëmbëlsirë? Atëherë, em nisa realisht në ka lindë, me thanë ty, nejt me një mikë temin është edhe arkitekti, Denis Muqa. E realisht të e menu dhe me thanë që me gjenë sa më veçantë prej nemen, e kena menu nemen e një titujt një kanget më e mira Bergut Cemit, për faktin se Amelcina ma. Dhe i përshtatet edhe zonës, dhe nga se është të përbërë kjo ëmbëlsirë? Atëherë, ideja ishte që njerëzit, klientat, kur vinen mal, gjithmonë synojnë dhe me thanë të gjanat me shërbet, Amelcinat me shërbet ma si krynë ushqimin. Dhe përmesja një balancë, nërmjet dhe me thanë shërbetit, nërmjet pak tathës, pak të krypunes,
që as klienta në fund mos t'i dhurojnë domethënë kalori të tepërta për faktin se domethënë mbrapa do të na shoshin, se thonë në fund mbas i hangë tan këtë ushqim me hangër e tan këtë sheqer. Atëherë kena kriju një balans që është me brum sheqer paret, me krem djathit dhe reçel boronicet, i cili prodhohet këtu. Dhe kjo ina shumë interesante, ku do vendoset ëmbëlsira. Po realisht është Who's